Kosova ime, shqiptarët mirë. Mirë se vinin e kush ka të drejtë të radhës. Në Kosovë, shpesh ndodh që politika matet me fjalë, premtime e akuzat e pafundme. Por her pas her, ka edhe politikanë që thonë se pushtetin e matin me rrugë të ndërtuara, me projekte të realizuara dhe me ndryshimet që pretendojnë se i kanë dhe një qyteti i cili nuk i ka pasur të njëjtat. Por këtu lind dilema. A mjafton një histori suksesi në një komunë ku shteti përballet me izolim diplomatik, ngadalësim ekonomik dhe ngërshje politike që e mbajnë vendin në vendumëra? A mund të jetë një model lokal përgjigje për krizën kombëtare, apo politika e madhe i gëlltit edhe suksesit me të dukshme? Për këto dhe jo vetëm, do të flasim me Agim Aliun, kryetari i komunës së Ferizajt, një njeri i rritur në torturat e regjimit serb, ish luftëtar i Ushtrisë Ligjënore të Kosovës dhe një nga figurat kryesore të Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetar Agim, mirë se vini në Kush ka të drejtë dhe faleminderit për agjendën të cilën e keni ndarë për neve. Faleminderit, mirë se u gjeta dhe njëkohësisht mirë se ardhat në Ferizaj. Tu ardh s'patëm çare pa i rrahë sheshit. Por sheshit ju ka shtuar edhe një bukuri, por edhe një zgjidhje infrastrukturore. Çush e kanë gjykuar në zgjedhjet e fundit qytetarët? Dim që ta kanë dhënë mandatin, por në përgjithësi çush e kanë gjykuar qytetarët në kalimin e Ferizajit, i cili e ka lidhur qytetin? Faleminderit edhe për këtë mundësi. Sigurisht se ka qenë njëra prej projekteve apo njëri prej projekteve më të mirë pritura në komunën e Ferizajt dhe për arsyeën të asaj që paraqet Ferizaj, një qytet i cili historia daton nga viti 1873 i lindur në atë kohë, por që ka buru si rezultat të ndërtimit të Hekurullës. Hekurulla ka qenë gjithçka që sot është Ferizaj dhe po mos ishte Hekurulla, por nuk do të ishte edhe Ferizaj. Ai paraqet lindjen, paraqet zhvillimin, paraqet ato që sot është progres, paraqet ato që është gjithçka që sot tashmë gjithnjë më shumë e njohin Ferizajin si një ndër qytetet tashmë kryesore të Republikës Kosovës edhe për shkak të asaj që ka ndërmarrësi të zhvilluar dhe kontribon shumë edhe në buxhetin e Republikës Kosovës. Por në të njëjtën kohë Hekurulla ka paraqitur edhe sfida, ka paraqitur edhe telashe në kuptimin e zhvillimit të jetës së qytetarëve. Dhe njëra ndër sfidat ka qenë sigurisht se kalimi në për Hekurullë dhe ka qenë bukur i sfidueshëm dhe madje në dekadat të kaluara ka pasur shumë fatalitete ku shumë njerëz nuk kanë mundur ta kalojnë Hekurullën si rezultat i fatkeqësive që kanë ndodhur. Prandaj kur kemi ardhur ne në pushtet në vitin 2017 fal besimit të qytetarëve, një prej projekteve që ne e kemi synuar dhe që tashmë është i realizuar pikërisht është nënkalimi, sepse kemi dashur që të vëmë në rend të parë qytetarin dhe jetën e tij, pra sigurinë e tij. Por sigurisht se një projekt i tillë çfarë është zhvilluar dhe dimensioni që ka dhënë nuk e ka pasur vetëm këtë komponent, sepse sigurisht se i ka shërbyer edhe funksionalitetit, sigurisë në trafik edhe shumë komponenteve tjera, por mbi gjitha tashmë janë edhe projekte shumë të bukura, pra janë projekte arkitekturore që paraqesin edhe bukurinë. Do të pyes edhe ma tutje lidhur me projektin, sidomos për sa i përket këtyre veshimeve që dolën shumicën e komunave kur kanë këto rreshtet e mëdha kur të fundit që këtu në kalime, këtu investime në toksuare, sikur s'po buan rregull të gjitha të tjerë në radhë, por dojmë u kthy në vitet tua të paraluftës, në 93-ën, kur je përballë të themi ose u pika kryesore e kthesës për juve dhe familjen tuaj dhe për gjeneratën e juve. Jeni përballë në ato kohëna bashkë me motrën e juve, me forcat pushtuese serbe dhe keni psu nga ajo përballje dhe çush ja u shpjegoni gjeneratave të reja që nuk e kanë rri, nuk e kanë lexu sot. Kur edhe qoftë ajo edhe në fushat, kur dilni nëse ka nevojë, a e kuptojnë, çush e ka prejardhjen Agim Aliu si një veprimtar, si një politikan sot, që nuk është krejt që ashtu si rastishëm që keni hinjë edhe në politikë edhe në këto gjitha këto që ai ka mri Kosova deri sot. Sigurisht se për secilin që do të ishte protagonist i atyre ngjarjeve të viteve 90-ta dhe të fundshekulit të kaluar është pjesa më krenare, sepse na ka dhënë mundësia që të kontribuojmë për tokën tonë, për dheun tonë dhe sigurisht se edhe ne ndihemi krenar që sa të pak kemi kontribuar që procesi i lirisë dhe i shtetëdrejtimit të jetë edhe me kontributin tonë që gjithmonë duhet kuptuar si një borxh që kemi, si një detyrë që kemi, në mënyrë që të rinjt e sotshme të mos e kenë barën, peshën e asaj sakrifice dhe të atij angazhimi
që ne është dashur ta kemi. Tashmë sigurisht se ka një harë kohor që është kaluar dhe tashmë jemi në qeverisjekullin e dytë, sepse kemi përfunduar një qeverisjekulli të lirisë, edhe ngadalë edhe të Republikës, në këtë rast të Shtetë-bërgës, edhe sigurisht se gjeneratat e reja paksa janë të shkëputura, por jo që nuk janë të njohur me atë që ne kemi kaluar dhe mua më vjen mirë shumë që të reja të trit tanë të Ferizet, po të Republikës Kosovës, e çmojnë shumë lart angazhimin e secilës në luftën për liri dhe luftën për shtetëdrejtim dhe sigurisht se kryevepra e kësaj lufte dhe këtij angazhimi është emblema e artë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe unë jam shumë i lumtur që të reja të trit e Ferizet dhe të Republikës Kosovës në nivelin më të lartë të vlerësimit e kanë pra emblemën e artë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe për ulën me respekt dhe kjo është edhe vlerë për vetë të reja të trit që shohin po njëkohësisht edhe nderojnë sakrificën sepse brenda kësaj embleme janë herojt tanë në krye me komandantin legjendar Adem Jashar, ku tashmë ditë më parë kishim edhe epopenë e Përkazit, epopenë e Jashareve dhe sigurisht se të qartazi e dinë në rrugtimin që e kemi ndjekur dhe ishte rrugtimi gjatë i shumë gjeneratave, por që ishte fati jonë që ta përmbyllim këtë proces me 12 qershorin e pastaj edhe me 17 shkurtin. Sigurisht se sot jemi si shtam në qeverisjekullin e dytë dhe më shumë na shohin dhe më shumë edhe presin për ne që të vazhdojmë suksesin në kohën që kërkon angazhimet e reja. Dhe tashmë ne jemi të angazhuar që sa më shumë bëjmë sepse nuk duhet të mjaftohemi me 12 qershorin me 17 shkurtin. Sepse beteja e krejt atyre gjeneratave që e kanë bërë në shekuj edhe dekadave të fundit ka qenë pikërisht dvim të 12 qershorit e 17 shkurtit, që kjo pastaj tjetë mundësi që të ndërtojmë dhe të punojmë për vendin tonë dhe sot është pra pikërisht kjo detyrë që të reja të trit të kenë një rrugtim shumë më të lehtë dhe më të pasfidueshëm kuptimin çfarë ne kemi pasur. A kemi të pasfidueshëm? Sigurisht është i sfidueshëm, po tash këtu janë sfida të tjera. Tash jemi po do të thonë që e përmendet edhe 5-6 shtatmarsin që kemi pasur. Janë sfida sigurisht se të reja dhe këto sfida edhe më mirë i bëjnë ata të reja të trit, prandaj edhe ngadalë detyra jonë është pikërisht të marrim sa më shumë nga ata dhe sa më shumë të ndërtojmë ekipe me ata në mënyrë që të bëjmë edhe ngadalë bartin e pushtetit ata. Ajo që më thonë është për shembull ju vini përveç se veprimtar i hershëm i çështjes kombëtare për lirinë dhe pavarësinë të Kosovës, vini edhe keni studiu për mjeksi edhe për drejtësi, po. Cilën e doni me qit parsore. Po tash jam larg të dyjave, sepse tash na gëlltiti politika dhe jemi larg të dyja, po pashmangshëm se do doja të kisha ato dyja dhe të isha ndej, por valet e jetës pra të përplasin në rrugtimin që jo çdo herë është krejt ajo që ti e ke pasur ambicje në rinin e hershëm dhe vetë e kaluara e jonë që tham që dashur të merremi me aktivitete dhe veprimtarit e kohës na ka privuar të ndalemi te profesionet, por është dashur të merremi me politikë dhe falë edhe besimit që kemi marrë nga shtetarët, është dashur pastaj të konvertohemi, respektivisht të bëhemi shërbys publik, shërbys të shtetarëve dhe sigurisht se ky është një nder i madh. Nëse kryetari Aliu do të vendoste të vazhdonte të merrej me politikë, cilin nga këto dy profesione e kishte zgjedh? Që të dyja ndashura, por derisa I kam studiuar. Sigurisht se të dyja ndashura nuk janë krejtësisht të afërta, por s'kam qenë personi I vetëm që kam qenë me këto dy studime që I kam bërë, por sigurisht se tash, siç tash, jam larg të dyjave, jam më shumë një politikan që dal ngadalë edhe siç tash po japim kontributin që ta bartim stafetën respektivisht përgjegjësinë të gjeneratat e reja. Ç'është po folin do tjerë që ende man moshë sa ju njëri vetë kryetare edhe po fol për gjeneratat e reja. Ata që duhet në të vërtetë sipas mendimit tim gjithmonë, që duhet në të vërtetë me e thon këto që po thoni ju, nuk po e thon, as po shkojnë rrugë. Dal ngadal. Jo dal ngadal politika është shpejt kryetare, ju e dini. E përmendëm 5-6 dhe 7 marsin. Apo ju duket që vula, që etiketa luftës po zbehet sot në diskursin publik për shkak që po përdoret për të dy taborëve themi. Nga dikush po përdoret si mburoj e nga dikush si objekt qitje. A jemi të SB që kontributin e dëshmorëve të martirëve, familjeve që kanë dhënë kontribut, po dhe t'juve gjallëve që keni dhënë kontribut? Unë mendoj se çdo ditë e kaluar
jave, muaj, vit, vetëm sa do e shtoj rëndësinë, vlerën dhe vlerësimin e epopesë e sharve dhe në përgjithësi të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Jo çdo herë vlerësimet në kohë kanë qenë më duhurat dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm me kombin tonë dhe nuk mund të ndodhë vetëm me kombin tonë. Çdo herë ka pasur kundërshti dhe mund të ketë kundërshti, por vlerë pa kontestueshme dhe që na bashkon gjithëve është ushtria shqiptare e Kosovës dhe kjo do të na bashkojë edhe për sheku edhe për sa do të ekzistojë ky kom. Sigurisht se ndonjëherë për arsye të personalizimeve, të betejave të ngushta dhe veskine politike, mund të rrëshqasin politikanë të caktuar për të mohuar diçka, por ajo as nuk e ka zbehur dhe asnjëherë nuk do e zbej vlerën e vërtetë të luftës tonë shqiptare me trashëgiminë të arta të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe siç e thash më parë në pyetjen tuaj për të rritë, jam shumë i lumtur që të rinjt dhe të rritë e Republikës e shohin me shumë vlerësim dhe janë shumë krenar që dëgjojnë dhe i kanë të prekshme pikërisht nga njerëzit autentik, rrëfime dhe tregimet për luftën, sepse jetojnë pikërisht në një epokë të njëjtë, ani pse nuk kanë mundur të jenë pjesë direkte e luftës, prindërit të tyre, familjarët të tyre janë ata që tregojnë pikërisht për këtë betejë, për këtë luftë që ne kemi bërë, dhe ata janë shumë krenarë dhe gjithmonë do të jenë krenarë sepse fundit ky ka qenë qëllimi, që ta bëjmë kombin krenar me luftën që është bërë dhe ju dini që ushtria shqiptare e Kosovës është projekti më i madh i kombit shqiptar. Kryetar, domthonë na po besoj që gjithë, duke përfshirë edhe ju më shumti, i lexoni, i dëgjoni po në librat shkollor, nuk është që po folet shumë për historinë, rrugtimin e lirisë pavarësisë Kosovës, duke përfshirë periudhën e ushtrisë lindore të Kosovës. Po vetëm po ju kujtojmë edhe po ju rrëfejmë gjeneratave vetëm nëpër datat e shënuara. A mjafton kjo? Absolutisht dakordova me ju, edhe është e pamjaftueshme, edhe çdo herë këtë temë ngris dhe do të vazhdoj të ngris deri në nivelet sa kjo duhet të ndryshojë, sepse është e pamjaftueshme ajo që ne bëjmë në datat shënuara, siç e thatë ju, siç e bëjmë edhe ne, edhe përmes projekteve komunale këtu, ku veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që i organizojnë përmes shoqatës së veteranëve të luftës, në datat shënuara shkojnë dhe ligjërojnë nëpër shkolla, pikërisht edhe me rrëfime personale, por këtë kjo është e pamjaftueshme. Pra duhet të jetë pjesë e kurrikulave, pra duhet të jetë pjesë e librave, të folet për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për mbështetjen që kemi pasur nga miqtë tanë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian, por dhe shtete tjera të bllokut perëndimor, dhe unë po besoj që askush nuk na ka penguar dhe nuk mund të na pengojë që ne ta bëjmë këtë. Ndoshta për arsye që folëm më parë kanë mundur paksa të jenë të heshtura dhe për arsye që ne megjithatë kemi pasur një lloj bashkëqeverisje ndërkombëtare deri në vitet e vona, madje edhe pas pavarësisë kemi pasur mbikëqyrje të pavarësisë dhe procesi ka pasur ndjeshmërinë edhe për arsye të konfliktit etnik dhe për arsye të multietnicitetit që është në Republikën e Kosovës, por tashmë kjo nuk duhet të mos bëhet më. Pra duhet të krijohet jo vetëm ajo, po madje unë kam ngritur edhe një çështje tjetër që ne duhet të merremi edhe me çështjen e topografisë, sepse kjo është çështje e kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ne duhet t'i rikthejmë emrat tonë, sepse ju dini që në periudhën e sundimit serb shumë nga emrat janë ndryshuar, janë zëvendësuar, janë eliminuar. Monumenteve të ndryshme fetare i kanë përvetësuar, dihet historia dhe dihet ajo që ne kemi qenë autokton këtu dhe shumica e këtyre gjërave duhet bën, duhet pranuar faktin që ka pasur edhe neglizhenca edhe në nështrim në politika ditore, jo plane dhe strategji afatgjate dhe konkrete për t'i bërë këtë punë, por unë po besoj që është momenti, koha e duhur që edhe për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe për çështje të tilla, sepse këto janë çështje historike dhe çështje të rëndësishme, pra të bëhet më shumë duke filluar nga Ministria e Arsimit që është bartëse e gjitha këtyre projekteve, por edhe çështje të tjera. Këto prioritetet po duket që qeveria qendrore, unë e thash, ju jeni sikur ajo fjala e popullit me një lule sjell pranvera. Frizaj në qeverisën tuaj, pa modesti po them, është lulen pranverë po e vetme në raport me qeverinë qendrore. Atë ka sankcionuar qeveria qendrore? Ne duhet të mbathim këpucët tona secili veç e veç, edhe secili duke bërë dhe duke ushtruar përgjegjësitë që i merr me besimin shtetar, unë po besoj se e bëjmë më të mirën. Sigurisht se ne jemi munduar të bëjmë më të mirën. Kemi mundur të bëjmë më shumë dhe kemi dashur të bëjmë më shumë,
dhe do donim të bënim më shumë, por shpesh është edhe pamundur për shkak të kontekstit, por edhe për shkak të mungesës së përkrahjes së caktuar. Ju nishin periudha të caktuara, ne kemi pasur një përkrahje më të madhe të qeverive të caktuara sepse kanë pasur qasje tjetër. Nuk i kanë parë komunat në bazë të ngjyrave politike Në ardhen që janë politike. kryetarët e komunave, sepse në fundit unë jam ju e dini edhe kryetari i Asociacionit, desha ta them, edhe pe këtij prizmi, nuk e keni përgjegjësinë vetëm të Frizajit, por edhe të komunave të tjera. Asnjë kryetar i komunave të Republikës Kosovës nuk ka përfaqësim politik dhe në takimet dhe çdo gjë që kemi punë dhe aktivitete të përbashkët nuk ka qasje politike. Ka krejtësisht qasje shtetare sepse sapo të ulesh në karrikën e kryetarit të komunës, pastaj ashtu kështu edhe e ke detyrim, po edhe si qasje shumicës kryetarëve të komunave, qasja pra e shërbimit të gjithë shtetarëve. Kjo qasje ka munguar në nivelin nacional së fundmi në këto 5-6 vitet. A ka munguar për shkak të konceptit të ndryshëm apo për shkak shtypjen e ngërçeve që s'po dinë në hek pej? Sigurisht se kanë ndikuar në ngërçet, po më shumë është mendoj çështje qasjes. Mendësia. Veç çështje e ngërçeve politike që tashmë kanë krijuar një lloj rutine dhe një lloj pafundësie, por është edhe më shumë çështje e qasjes që është për të kritikuar dhe ne sa herë që kemi pasur takimet e kemi treguar vërtetën e asaj se vërtet komunat janë të papërkrahura dhe sot kur po flasim ka shumë komuna që janë të bllokuara, xhirollogarit e tyre janë të bllokuara, njëra ndërtohet në komunën e Ferizet, unë dje kisha një komunikim me kryetarin e komunës së Malishevës, pak dje me një kryetar tjetër, çdo ditë kryetarët e komunave ballafaqohen me sfida financiare të cilat do duhej të zgjidheshin me një mirë kuptim, me një komunikim racional, të kujdesshëm, po mbi gjitha që zgjidh këtë çështje që ju ka vënë padrejtësisht barë komunave, ani pse nuk janë nënshkrues të shumë për këtyre veprimeve dhe konsekuencave që krijohen nga një kontratë kolektive. E jeni edhe çu thatë edhe vet, e jeni edhe kryetari i asociacionit të komunave. Që kjo çështja e kontrollit kolektive, pse s'mundet mu adresu kryetari? Tashmë është ndalur kontrata kolektive, por çështjet kanë mbetur në organet të drejtësisë dhe derisa të përfundohen do të krijojnë konsekuenca buxhetare. Fjala më vjen deri tash komuna e Ferizet ka paguar 23 milionë euro deri tash kontratë kolektive. Vetëm vitin e kaluar kemi pasur një kontingjencë për 12.7 milionë euro. Ne nuk e kemi kontestuar kontratën kolektive, ne kemi kontestuar atë se kush është adresë e pagesës. Në gjitha takimet, siç përmenda më parë, që kemi pasur me kryeministrin Kurti, me ministrin zotin e Kuran Murati dhe gjithë bartësit tjerë, ne kemi thënë se ata duhet jenë adresa e pagesës sepse ata janë nënshkruesit. Qeveria e Republikës Kosovës është nënshkruesja e kontratës kolektive dhe ata do duhet që ta kishin barën dhe përgjegjësinë e ekzekutimit të këtyre të gjithë kryetarët, kolegët tuaj po më thonë do duhej. Pse nuk e Po sigurisht se ne jemi të kufizuar, sepse komunat janë niveli lokal edhe nuk kanë... Jo, kom fjalën pse nuk po e marrin përgjegjësinë, barën. Po sigurisht po është çastis, do që thash berat është mungon mbështetja për komunat, dhe ju dini që edhe buxheti sot që është më shumë është një lloj buxheti social, sa është një buxhet zhvillimor dhe jeta reale ndodhet në komuna. Dhe sa më shumë buxhet në komuna është më shumë shërbim dhe zhvillim për mirësinë e qytetarëve. Po ai për mendimin tim prapë po them, ai pe interpreton ndryshe. Sa më shumë buxhet në komuna, ças më pak vota për nivelin nacional për to. Kështu që sa më pak komunave, sa më shumë barre, sa më pak pare, votat shkojnë te qeveria qendrore se është çështje e gabuar. Liderit të gjitha. Është çështje e gabuar sepse janë po. A është vestash apo ka qenë edhe nëpër qeveri të tjera themi ose nëpër Jo, është kjo çështje e viteve të fundit. Tash më herët qeverit kanë qenë mbështetëse ndaj komunave. Ne kemi bashkëpunuar. Çfarë po thonë vazhdimisht që para qeverisë Kurti. Ne kemi të bëjë diçka të re. Ku edhe projektet që i përmendam janë pikërisht pjesë e asaj kohe. Por është çështje e gabuar sepse janë të njëjtit qytetarë që kanë votuar Agimaliun mbi 60%, po edhe të njëjtit qytetarë që kanë votuar Lëvizjen Vendosje apo zoti Albin Kurti 60% jemi të folë për të njëjtit qytetarë. Por është çështje e gabuar që për shkak se nuk e udhëheq pushtetin lokal të mos mbështetet një komunë e caktuar, cila do të qoftë ajo Feriza, Gjakova, Peja apo Prizreni apo cila do komunë për shkak se nuk i takon në bazë të përkatësisë partijake një udhëheqës komunal. Pra është çështje e gabuar dhe nuk është çështje pamundësie buxhetore sepse ju e dini që Kosova, Republika e Kosovës vazhdueshëm ka pas rritje progresive të buxhetit dhe tashmë kemi një buxhet për 4 miliardë euro.
Nëse kemi pasur kohë më parë, kemi pasur 2 miliardë diçka buxhet dhe kemi pasur mbështetje më të madhe dhe kemi edhe me 800 milion kryetar, edhe me 800 milion edhe ngritur punë me 800 milion në vitet pak më të hershme. Ju jeni një nga themeluesit të PDK-s në Ferizaj. Mungesa e ish-presidentit, ish-kryetarit respektivisht PDK-s dhe ish-presidentit Zoti Thaçi, po edhe ish-kryetari tjetër Zoti Veseli. Apo duket, apo e hetoni ju që javë ka hup pak adresën konceptuale të themi Partisë Demokratike të Kosovës, fuqinë? Po duket që më shumë ja ka humbur adresën e Republikës së Kosovës, se po shihet që mungesa në kuptimin e kom fjalën që nuk pi prizmit një profesionisti pe flas. Sigurisht është jo vetëm PDK-ja, po përgjithsisht partitë opozitare. Sigurisht është përshllëk i madh të mungojnë 2 kryetarë tanë në radhë të parë, presidenti ynë historik Zoti Hashim Thaçi, po edhe kryetari Kader Veseli. Sigurisht të mungesa e Jakub Kasniqit dhe Recep Selimi, por më shumë se sa mungesë për partinë, atë do të doja të thoja, më shumë se sa mungesë për vetë Partinë Demokratike është duke u parë që është mungesë për Republikën e Kosovës, sepse që nga ajo kohë shumë procese kanë ngecur, shumë çësje kanë ndryshuar në raport me politikat lokale apo të brendshme apo edhe politikat e jashtme dhe sikur po dëshmohet se koha kur ata kanë qeverisur është koha më e artë e qeverisjes dhe zhvillimit, po edhe ndërtimit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Sigurisht se ju mungon edhe familjeve të tyre, ju mungon Partisë Demokratike dhe sigurisht se ne kemi pasur probleme sepse na u ka dashur të ndrojmë për asaj kohe 3 kryetarë së pari, zotin Enver Hoxha, pastaj zotin Memli Kasniqi dhe tash zotin Bedi Hamza, dhe nuk është e lehtë këtë ky rotacion politik dhe të kaloj pa një mbështetje më të madhe. Duhet me ndryrimin në pyetje. A është vërtet vlerësimi i Partisë Demokratike të Kosovës, për shembull, populli e interpreton sikur po ja vin punon dikush tjetër ndrimin e shpeshtë të kryetarëve? Jo, ma shumë ka qenë çështje që është kanë mirë menaxhueshme, kisha me gjuhë, sepse ka ndodhur me konsenzus, jo diçka që ka pasur turbulenca ndarje, turbulenca politike, ma shumë ka ndodhur si rezultat i një konsenzusi po shtyr agjendën e Partisë Demokratike, respektivisht në radhë të parë mirëmbajtjen, asaj që thamë më parë që edhe ju e thatë që ka qenë bukur telashe e madhe të vazhdohet me menaxhimin e Partisë Demokratike në mungesën e 2 liderëve kryesorë të Partisë Demokratike, dhe prandaj nuk ka qenë lehtë as për zotin Enver Hoxha, e pastaj as për zotin Memli Kasniqi, dhe së fundmi tashmë edhe për zotin Bedi Hamza, por ajo që ka dalluar Partinë Demokratike është se nuk ka qenë pushteti koncentruar te individi, po ka qenë te ekipi, dhe vazhdon Partia Demokratike që edhe sot kur i ka këto rezultate, i ka si rezultat i ekipit, por ndryshe sigurisht se do të ishte me 2 liderë që i kemi pasur. E thash që jeni njëra nga figurat kryesore të Partisë Demokratike të Kosovës, çush e perceptoni çto gjykatën speciale në stabilitetin e brendshëm, po edhe të Kosovës në raport me fotografinë ndërkombëtare? Sa ka ndikuar? Sigurisht se tashmë ka devijuar. Edhe që to turbulenca që i kemi të brendshme që tu ngrer, që a mendon që janë të shkaktuar për shkak që nuk ekziston dikush që është konsensual, në kuptimin din me i afru eksponentet, din me i afru krahet. Jo sikur sot që kemi që veç din me defragmentarizu, me nda edhe u përshos si shoqëri. E para, lidhur me gjykatën speciale, tashmë është e qartë që ka një devijim nga rrugtimi i saj për çka është themeluar. Edhe tashmë ka këtë një dimension tjetër dhe është duke u parë dhe jo rastisht edhe ka ndodhur protestat të gjithë popullore për treguar që ajo për çka është ndërtuar dhe është bërë kjo si rezultat i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe i detyrimeve që kanë dalë nga kjo gjykata speciale ka degraduar. Po si të shoh, Kosova dhe ne kur nuk i kemi humbur besimin në drejtësi dhe ne po besojmë që tashmë janë javët e fundit kur do të jepet verdikti i gjykatës speciale dhe që liderët tanë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe në këtë rast edhe të Partisë Demokratike të Kosovës do të rikthehen në Republikën e Kosovës dhe që të vazhdojnë të japin kontributin dhe siç thash në pyetjen tuaj paraprake se më shumë se sa partisë i kanë munguar Republikës Kosovës, sepse ata kanë qenë jo vetëm shembull i leadershipit dhe mirëqeverisjes dhe mirë menaxhimit dhe udhëheqjes brillante të kohës kur i kanë udhëhequr institucionet e Republikës Kosovës, por megjithatë kanë shprehur edhe diskursin publik që ju ka dashur dhe menaxhimit të politikës, kuptimin e dhënies së mesazheve të qarta se pa kompromise politike nuk mund të ndërtohen institucione.
Ju edhe ne kemi pasur situata edhe në vitin 2001, edhe në vitin 2004, pastaj edhe 7, 10 e 14 ku e kanë hequr në dorë, edhe anipse kanë qenë fitues të zgjedhjeve, liderët e kaluar politik vetëm e vetëm për të ndërtuar institucionet e Republikës së Kosovës. Kjo sot po i mungon Kosovës. Pra, mungesa e këtij kompromisi dhe heqja dorë nga ajo që është i gjithë pushtetshëm, praktikisht ka shkaktuar gërqe të vazhdueshme, mos konstituim të institucionet e Republikës së Kosovës. Ju e patë që edhe raporti i fundit i vlerësimit për Kosovën e cilësoi ato që gjithë e kemi ditur se viti 2025 ishte vit i humbur. Jo veç 2025 apo 2026? Po flasim vetëm se jemi në çeto rrethona, deja vu, kryetar. Sa kemi nisur 2026 dhe nuk është shpresdhënës as viti 2026. Po do të thonë, a është përduar edhe për fakturave të mendshëm gjykata speciale, më thoj sa themi përmes montu këtë rolin historik të Partisë Demokratike të Kosovës në liri, pavarësi, shtetëndërtim, miqësi me aleatët tonë. E thashë edhe parë, gjithmonë në kohë të caktuara do të ketë kundërshtar të njerëzve që kanë bërë shumë për kombin edhe për aden. Por kjo kur nuk e ka ndaluar atë që duhet bërë secili prej nesh për çështjet madhore. Edhe në një periudhë pas 100 vjetësh do të ketë kundërshtar të atyre që do të vinë për çështje të caktuara që kanë të bëjnë me politikat kombëtare, por ajo çka është e artë mund të bie pluhur, por e arta mbetet e artë. Po thuaj që nuk kanë mundësi edhe s'kanë shanca me qitë pluhurën çast shumë sa mos më po ndonjëherë. Por pluhuri gjithmonë do të fshihet. Ari është ai që do të mbetet. Në fillim si një gjysmë pyetje për nënkalimin, po tash dojmë pak më konkretisht me fol për Ferizajin. Në fushatë keni pas Ferizaj, qyteti ynë, krenaria juaj, e cila ka fituar besimin e qytetarëve. Po. Por si qëndron puna në raport me Prishtinën, në kuptimin e investimeve? Apo të japin parë kryetar? Për me zgjeruar që të krenarin, thojza, po themi siç e keni pasur. Ferizaj, qyteti ynë, krenaria jonë ka qenë një shpërfaqe asaj që e shpreh ndjenjen e brendshme të secilit qytetar të Ferizajt. Sepse gjithnjë me krenarën ndjen Ferizajt, me atë që përfaqëson sot Ferizaj, me atë që është zhvilluar në Ferizaj, por sigurisht se qytetarët e Ferizajt kanë një ambicie më të lartë dhe ne si përfaqësues të tyre kemi një ambicie më të lartë, prandaj edhe slogani i programit tonë ka qenë për Ferizajin e gjeneratës tjetër, që përkon edhe me atë, që tash është edhe ambicie ime politike, që ne të bartim vërtet përgjegjësitë të gjenerata e re, sepse dëshirojmë që politika të jap mesazhin që është një kohë e caktuar ku ti mund të japësh kontributin, por edhe mbi gjitha Kosova ka nevojë edhe për shkak të temave nacionale që folëm më parë, të dalë nga egot, sepse më shumë se sa veprim politik po shërbyer është bërë një çështje egosh, prandaj edhe ka probleme sot të ngërçit politik në Republikën e Kosovës. Sa e përket mbështetjes, ne pak a shumë folëm. Komunat e Republikës së Kosovës, në këtë rast sigurisht se Ferizaj nuk mund të jetë kreshtim, nuk kanë qenë të mbështetura aq sa janë meritor për të mbështetur Ferizajësit dhe komuna e Ferizajt. Dhe Ferizajësit dhe komuna e Ferizajt janë meritor për të mbështetur më shumë, sepse edhe kanë dhënë gjithë shembullin e mirë qeverisjes, edhe atë që sot edhe merremi si model nga komuna të tjera, dhe ju e dini që tashme për te asaj që folëm ne për rëndësinë e nënkalimit të kryesor të shtetit të Ferizajt në dimensionin e sigurisë, të funksionalitetit e të bukurës, që tam ne kemi thyer edhe mentalitetin e ndërtimeve infrastrukturore, se për herë të parë në Republikën e Kosovës në zona urbane jemi futur në nëntu. Edhe tash gjithnjë më shumë, tash shembull po ndiqen dhe mua vjen mirë që tashmë në Lipjan, në Malisheve, shumë shpejt edhe në veç Prishtinës do ndodhin, aty ku është nevoja kryesore. Po besoj se në Prishtinë do ndodhin, po edhe në Gjilan do ndodhin në kalim, por ajo që tham më parë është shumë e rëndësishme që kemi mbështetje më të fuqishme. A po provon qeveria qendrore, partia që qeveris në nivel qendror, që duke qenë si Ferizaj për në zgjedhjet lokale, por edhe zgjedhjet nacionale, derisa kanë qenë ish presidenti Thaçi dhe ish kryetari Veseli, ka qenë bastioni PDK-s. Apo provuat për dikuj që mu thy ky bastion? Siç ka vepruar flitet që ka vepruar njëri derisa e ka thy bastionin PDK-s, po themi në Gjilan, siç ka pas vepruar një ku. Apo provon edhe Ferizajin kështu? Po shumë normale, është shumë të natyrshme që të bëhet kjo betejë, sepse jemi në politikë dhe në politikë nënshterosh në gara, dhe secili kur futet në garë dëshiron që
ta fitoj vetë garën dhe këtu është krejt e natyrshme, por e pa natyrshme është pse të mos mbështeten komunat, këtë rast të komunave Ferizet, sepse qytetarët janë të njëjtët që i kanë mbështetur këta politikat. E kanë bërë një përzgjedhje tjetër në nivel lokal, një përzgjedhje tjetër në nivel nacional, por janë të njëjtë qytetarë. Prandaj nuk duhet të ndëshkohen qytetarët, prandaj duhet ndryshojë çësia e qeverisë, sepse ata pse synojnë cili do subjekt politik, cilin do qytet apo komunë, është shumë normale dhe shumë legjitime, sepse për atë edhe ekzistojnë subjektet politike, ekzistojnë programet politike, ekzistojnë individet që janë bartës të atyre programeve dhe e shoh krejtësisht të natyrshme, por thash e shoh pa natyrshme mos mbështetjen për qytetarët të cilët janë më spaku fajtor, kushtimisht të them, po një mos mbështetje që e bën një qeverisje pa shkak se e sheh një mënyrë tjetër të realizimit të ambicjes për ta fituar pushtetin në një komunë, por sot nuk mund ndodh ajo, sepse qytetarët janë shumë të vëmendshëm dhe janë vlerësues të saktë të secilës punë dhe secilit angazhim tonë se si e bëjmë, ku janë sfidat, ku janë telashet, ku janë pengesat, kush janë ata që i bëjnë pengesat dhe prandaj edhe rezultatet kthehen në disfavorë kur ti nuk je ai që je duke kontribuar për shtetin tënd. Zatën dua të them edhe këtë se unë jo që nuk kam pasur bashkëpunim me ministra të caktuar të qeverisë së Republikës Kosovës, kur kemi zhvilluar dhe kemi pasur komunikime shumë të mira, por pengesat më të mëdha kemi pasur nga deputetët lokal. Deputetët lokal, domthon për deputet lokal në kuptimin se vibe i komunave në Kuvendin e Republikës Kosovës, ata kanë qenë fatkeqësisht penguesit më të thejë, në vend që ata të ishin kontribuesit më të mëdhenj. Unë vetë kam qenë deputet lokal, po thami Ferizet, në Parlamentin e Republikës Kosovës, këtu ka qenë një kryetar i cili madje më ka mundur në garën e vitit 2018, por nuk e kam parë Ferizet përmes tij, por e kam parë përmes qytetarëve të tij dhe prandaj kam qenë mbështetës i shumë nga projektet që janë kërkuar të mbështesin atë kohë. S'po mundim kur qysh me ikse çështje si edhe kryetari i asociacionit komunave. Që ky buxheti që u votu shpejt e shpejt, apo del që veç për shkak me mush thaste fushatës elektorale po duket. A e kanë gjetë veten komunat? Janë projekte të vazhdimësisë, nuk ka kryesisht projekte të reja. Janë projekte madje që datojnë nga periudhat fjala po bie 2018, 2019, 2020, 2021, ku ne kemi pasur pjesë të kodeve buxhetore, por nuk janë ndarë mjetet e mjaftueshme për të përfunduar ato projekte. Shumë pak komunat paktën tash ministrin e ki me shvanko kryetar, ministrin e ki tonë të rajonit tënd, komunës tonë. Po nuk e dim sa do ta kemi, sepse tashmë po i shohim në horizont zgjedhjet dhe ai kuqysh si ro me si i thot populli me përfitu nëpërmjet njofshmeve, edhe pa të ministrin në çet buxhetin që u dha tash që u shpërndar shpejt. Është e vogël të ndahet në këtë mënyrë, por mos shëndetshmëria e institucioneve sigurisht është një faktor shumë i dëmshëm për të realizuar edhe projekte dhe për të pasur dinamikën e duhur të zhvillimit të këtyre projekteve. A keni komunikuar? Seriozisht, a keni komunikuar me ministrin Basha? Komunikimi zakonisht është bërë vetëm në takime me kryeministrin, këtë ku nuk kemi komunikuar me asnjë prej ministrave të rinj, sepse edhe sapo janë zgjedhur dhe kanë qenë edhe pa mundësitë e kohës për të komunikuar. E patëm sfidën tjetër të radhës. Edhe sa fillojnë fajtor partinë e parë, fillojnë fajtor edhe partinë e dytë. Këtë rast PDK-n, që është në presidentit. Kur qysh nuk u bë përpashku edhe një herë në zgjedhje? Mendoj se Partia Demokratike me historinë e saj po duhet me të pyet në 3 kapela. Edhe si kryetari Ferizajit, edhe si figurë pa merak, në fund kena në kapele, kena projektin tonë është Partia Demokratike, të cilës i takoj që nga themelimi. Është historia, janë dëshmitë politike të angazhimit të Partisë Demokratike për gjithë këto vite në kuptimin e asaj se cila është ajo që është pjesë e ADN-s, pjesë e asaj trashëgimie, se si e sheh çështjen e angazhimit për konstruimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Ne kemi pasur shumë më pak numra në të kaluar, qoftë në 2007-ën, qoftë në 2010-ën, qoftë në 2014-ën, por asnjëherë nuk e kemi lënë shtetin, respektivisht Republikën, pa institucione. Dhe ata shembuj i treguam edhe më herët, edhe me lider të tjerë, jo vetëm me Partinë Demokratike. Por herë të parë, potencialisht, është duke ndodhur në historinë politike të Republikës Kosovës që ne shkojmë në zgjedhje pa shkak të presidentit. Asnjëherë për një çerek shekulli nuk ka ndodhur që Republika e Kosovës të shkojë në zgjedhje pa shkak të krizës presidenciale. Është hera e parë. Pra, të gjithë liderët paraprak, jo vetëm Partisë Demokratike, sepse më parë përmend edhe vitin 2001 kur ka qenë presidenti Rugova, pastaj edhe më vonë vitin
2004, ku pashtu ka qenë presidenti Rugova, nuk kanë munguar themelimi i institucioneve. Pra është të do tash për herë të parë në vitin 2025 dhe tashmë në vitin 2026, ku nuk themelon institucionet, anipse kjo qeveri është me besimin më të lartë në historinë politike të zgjedhjeve. A mes është të provu dikush me ja bori start shtetit Kosovës, që me konë vetë protagonist, se për i duket që s'është protagonist. Po besoj se duhet kuptuar edhe qartë që demokracia nuk është autoritarizëm dhe nuk e le monopolin politik apo nuk koncentrohet pushteti të vetëm në njëri. Në fakt, nëse ju kujtohet ju, më parë kanë pasur parti të dikush me opozitare që një popull nuk i nënshtrohet një njeriu. Unë mendoj se vetëm po ta kenë parasysh atë slogan opozitar, tash si pozitar, do të ishte qartë që duhet ndryshuar qasjen dhe nuk mund të kemi që një pushtet apo një popull i tërë të nështrohet një njeriu. A ka faj opozita këtë rast? Opozita sigurisht se Për shkak se faje të caktuara. unë që po flas çka po shoh. Edhe çka po lexoj. Opozita Njerëzit, qytetarët i veni po thonë që kur ti ja bën edhe opozitën vetvetes. Opozita nuk i ka numrat e mjaftueshëm po të jetë krejt bashk, ndërsa dihet që po opozitën e përvren 3 subjekte politike, por edhe bashk janë pa mjaftueshëm për të ndryshuar qasjen. Sigurisht se opozita është treguar shumë konstruktive, vazhdon të jetë konstruktive, të treja partitë, por megjithatë ka edhe gjëra që nuk janë bërë në kohën e duhur me veprime të dhura, dhe unë këtu mendoj që duhet të ketë bashkëpunim edhe më të mirë, edhe më të sinqert mes opozitës në mënyrë që të ndryshoj kohja e zhvillimit politikës në Republikën e Kosovës, sepse ka nevojë të ndryshoj. Sigurisht se po të kishte një bashkëpunim më të ngushtë dhe më të sinqert ndërmjet partive opozitare, ndoshta do të kishim një qeveri tjetër. Por ka munguar ky bashkëpunim i sinqert, sepse në fundit secili subjekti përfason politikat e tija, por megjithatë në rastin tonë do duhet që të ketë komunikim më të mirë, por edhe të ndryshojë në përgjithësi qasja e opozitës me disa prej angazhimeve konkrete që do duhet të ishin pjesë e një platforme që ndërtohet bashkërisht nga 3 subjektet opozitare. A është e gatshme dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj me hinjë dhe një por zgjedhje? Sigurisht se këtë çështje vendosen në nivel qendror, po sigurisht se asoj rrugë po shkojmë dhe dega e Partisë Demokratike sigurisht është e gatshme dhe do të jemi pjesë e kontributit që duhet bëjmë për një figurë eminente thash edhe në qendër. Në qendër, a e gatshëm? Jemi apo si jemi të gatshëm, nuk kemi çare, pa u fut proces dhe duhet të bëjmë gjitha punët dhe angazhimet që të dalim me rezultatin sa më mirë. Sigurisht se nga dëshmia e kaluarës dhe për shkak të konsolidimit strukturor që kanë partitë e mëdha, në këtë rast Partia Demokratike, gjithmonë ka gatishmëri, jo dëshirë, sepse është manifestuar tashmë që asnjë nga partitë nuk kanë manifestuar ndonjë dëshirë për shkuar në zgjedhje, por nuk ka mbetur rrugë tjetër nga ajo që po shihet dhe nëse shkohet zgjedhje sigurisht se jemi të gatshëm që të bëhemi gati dhe të shkojmë në zgjedhje të reja. Nëse po supozojmë, shkum zgjedhje, rezultati duli njëjtë. Prapte presidenti. Prapte presidenti duhet ndryshoj qasja. Duhet kuptuar se a është nevoja dhe nëse opozita del pavarësisht njëjtë, a është nevojshme me ndryshu qasjen? Opozita. U bë pak mirë për shtatë që shoveni më buku veni. Unë mendoj se në radhë parë duhet të ndryshoj ata që kanë përgjegjësinë kryesore, sepse të fitosh shumë nuk duhet të shndërrohet kjo në agresivitet dhe arrogancë dhe mospërfillje. Përkundazi, ajo do duhet të bënte më të porulur dhe me respekt edhe në jetën e secilit prej nesh, e lëre më domosdoshmërisht në jetën politike, sepse secili ka pasur dhe ka nevojë për njëri tjetrin. Dhe nuk na kanë dashur dhe nuk na duan hendeket të thella politike. Divergjencat dhe mendimet sigurisht se na duan dhe duhet të jenë, sepse për ato ekziston pluralizmi politik, po jo hendeket politike që na pengojnë dhe në këtë mas sa ne shohim një pafundësi të konstruimit të institucioneve tona dhe shkuret të vazhdueshme në zgjedhje, sepse fundja fundit, siç e thatë ju, nuk mund të prodhohet një rezultat dukshëm i ndryshëm, mund të ndryshojë dhe do të ndryshojë, por jo dukshëm të ndryshojë rezultat sa që të mos kemi nevojë për njëri tjetrin. Edhe sikur të kishim edhe më shumë cili do nga subjektet politike, në këtë rast lëvizjeve vendosëse, po edhe po të kishte Partia Demokratike edhe 80 vota, besoj që në konceptin tim edhe në ndërtimin tim politik do të ishte që do të duhej të uleshim me opozitën, a do të ishte i pranueshëm një kandidat
i Partisë Demokratike që përfaqëson vërtet unitetin qytetar dhe politik të Republikës Kosovës. Edhe po t'i kishim pra 80 deputet, cilët do nga subjektet, e tash po flas për Partinë Demokratike, po t'isha unë lideri i Partisë Demokratike, do të isha ulur me subjekte tjera për të biseduar dhe për të dhënë propozimin, por për të kërkuar edhe pranueshmërinë e atij propozimi, sepse fundit pse fiton shumë, edhe përgjegjësia takon më shumë për të ndryshuar çastin, por edhe për të qenë më gjithë përfshirës, sepse është figura të paktën edhe nga Kushtetuta e Republikës Kosovës që na obligon që Presidenti i Republikës të jetë përfaqësuesi i unitetit politik dhe qytetar të Republikës. Po supozojmë që na keni lënë shumë të mistashme se çështën e emrave. U përflishin që ka propozuar emra Partia Demokratike e Kosovës, por nuk i dëgjum kurr. Vërtet keni pas emra konkret që ka propozuar Partia Demokratike e Kosovës? Unë tash situatë hipotetike, jo duke dalë te kjo pjesa e pyetjes tuaj. Emrat mund t'i kesh situatën kur mund hipotetikisht e ngrita Partia Demokratike te numri 80. Atëherë mund të kishe ti një emër dhe pastaj do e diskutojë. Partia Demokratike nuk ka mundur të ketë emra ku nuk i ka numrat, madje nuk i ka pasur as numrat për të siguruar në shkrimet për një kandidat. Ajo që ka ofruar Partia Demokratike është të pajtohet parimisht për procesin e pastaj në proces të dalë edhe me propozime konkrete, në mënyrë që ato propozime konkrete të jenë të pranuara nga palët. Jo pra të ketë një lloj njanshmërie të propozimit, por të ketë pranueshmëri nga gjitha palët, këtë rast palët që merren vesh, por Partia Demokratike ka kërkuar që të ketë marrëveshje në parim e pastaj në proces të dalim me të emrat kërkoj. Nuk është korrekte, madje as e ndershme, as e moralshme, që të flitet për emra të caktuar, madje pa kërkuar edhe miratimin personal të tyre, po t'i futën në një garë ku ti e sheh dhe e din fundin e asaj gare, që përfundon me humbje, dhe unë mendoj që në fund të fundit, secili emër i përvetshëm ka integritetin dhe dignitetin personal që nuk do duhet të jetë abuzues në një agjendë politike sa për të përdorur dhe në fund për ta humbur një garë. Nuk është çështja e presidentit që duhet të diskutohet në këtë formë. Duhet të merrem me vesh për parimet e tek në fund pastaj mund të vijmë tek emrat të cilët janë të pranueshëm për një spektër më të gjatë. Kryetari Agim, uroj që të shihemi prapë. Edhe në projekte të reja, por inshallah jo në fushatë. S'puna çoni në fushata zgjedhore, se jemi lodhur edhe na, po edhe ju sigurisht kuptuhet. Të falenderojmë shumë edhe një herë, faleminderit për përgjigjet dhe mirupafshim në emisionet e tjera. Faleminderit ty për mundësinë, mirërashi gjithmonë në Ferizaj dhe në Ferizaj kudo që veni, do të veni sigurisht jo vetëm këtu në zyrën time, por do veni edhe do shihni edhe ndryshime të reja në Ferizaj, sepse ne vazhdueshëm do i ndryshojmë fotografinë e Ferizajt përmes projekteve dhe përmes vizionit që kemi qenë vizioni më transformues dhe më zhvillimor në Republikën e Kosovës dhe jemi të lumtur që besimin e qytetarëve kemi shpërblyer me projekte, me mirëqenie, me zhvillim, por ajo që ka qenë e rëndësishme dhe që është e rëndësishme se ne nuk do të ndalemi. Faleminderit juve për mundësinë dhe juve dëshiroj punë bardhë, suksese në angazhimet e juaja. Faleminderit shumë. Shikues nderuam, autorën ndërtoi vet kryetari, s'kam çfarë më shtu, mirupafshim në kushkat e drejtë të radhës. Çdo të mirë. Ku kryetar, edhe me Ramazan edhe sunola, bravo. Po gjatë gut.